Të akuzuarit i gjykon me dënim me burgim të përjetshëm. Prandaj, trupi gjykues një zërin në emër të popullit, me datën 28 maj 2025 merr dhe publikisht shpall këtë aktgjykim. Të akuzuarit Jeton Llasaliu dhe Nexhat Llasaliu janë fajtor për shkak të veprave penale të kryera në bashkëkryrje dhe atë veprën penale vrasje e rëndë, si dhe veprën penale dëmtimi i barreve apo kufomave. Ndaj kjo gjykatë, në bazë të dispozitave të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, të akuzuarit i gjykon me dënim me burgim të përjetshëm. Të akuzuarve në dënimin e shqiptuar ju llogaritet edhe koha kaluar në masën e paraburgimit. Me akt vendim të veçantë të akuzuarve ju vazhdohet masa e paraburgimit deri në plotfuqishmërinë e këtij aktgjykimi. Kjo është vendimi. Nuk e kumprit këtë dënim, sa i përket klientit tim Nexhat Llasaliut, unë në vendim i rond, burgi përjetshëm, në bashkëkryrje, gjatë shërtimit kryesor ne kemi cek të gjitha të metat të cilat i ka pas këtë akuza, fatkeqësisht ato nuk janë përfil. Mirë po, ky nuk o vendim përfundimtar, o vendim i shkallës parë, do të qeqojnë të ardhmë se si do të rrjedhin gjërat. A keni pritur aktgjykim lirus për Nexhat Llasaliun? Po, është e pandeshme me thonë a kom prita gjykim lirus, unë atë e kom kërkue. I kom cek disa gjërat të cilat konsideroj që nuk jam vlerësu. Mirë po, ajo çështja e gjykatës, vendimit e gjykatës fort nuk komentohen, mirë po, fatmirësisht ekziston mundësia për me apelu. Ne do ta presim vendimin, do të shoqërohemi shkat të punëtar. Ka pretendimi i prokurorisë për motivin financiar për vrasjen e Bedrerzit. Unë atë motive kom kontestu vazhdimisht. Të e morë parasysh aftësinë financiare të pandeurit Nexhat, që ai financiari qëndron fort mirë. Unë e kom ngrit këtë çështje edhe fuqishëm e kom kundërshtuar, mirë po ajo nuk është akceptuar. Atëherë pas një procesi të gjatë, natyrisht dëmshëm për familjen e dëmtuar, një proces i cili u shoqërua me shumë sfida e përpjekje për të ardhur te drejtësia. Sot familja e dëmtuar mori së paku një satisfaksion moral për dënimin që shqiptua atyre që bën gjithçka për ta mbuluar një krem. Sot drejtësia foli, sot plagët janë më të lehta, ndërkaq dënimi i shqiptuar është dënimi i pritur për cilin kemi punuar.